Me rastin e kremtimit të kolendrave, fëmijët të qytetit të Korçës sollën atmosferë gëzimi dhe tradite në ambientet e Mitropolis, ku u pritën me ngrohtësi nga Mitropoliti i Korçës. Me këngë tradicionale dhe urime festive, fëmijët përcollën mesazhin e dashurisë, paqes dhe shpresës që kjo festë mbartë. Sot festuam kolendrat. Përgatitet në shtëpi? Po. I përgatitëm me prindrit. Ne kremtojmë lindjen e Isuit tonë shpëtimtar dhe ju uroj të gjithë gëzuar festat. Mitropoliti i Korçës i mirëpriti fëmijët dhe u përcolli urimet më të mira për festën, duke i inkurajuar të ruajnë traditat, vlerat shpirtërore dhe solidaritetin mes njëri tjetrit. Ai theksoi rëndësinë e kolendrave si një trashëgimi e çmuar kulturore dhe shpirtërore, që bashkon brezat dhe forcon ndjenjën e komunitetit. Krishti është burimi i vetëm ekskluziv i dritës edhe i gëzimit. Larg Krishtit nuk ka dritë, nuk ka gëzim. Ai vetë na thot në Ungjil që unë erdha që të keni gëzim, edhe gëzimi juaj të jetë i plot. Dhe unë ju falenderoj sepse gëzimi im sot dhe i neve që banojmë në këtë godinë është i plot, sepse juve na sollët lajmin e lindjes së Krishtit, të fjalës së Perëndisë që u trupëzua dhe u bë foshnjë për shpëtimin ton. Në traditën korçare, kolendrat mbartin dhe mesazhin e pastërtisë shpirtërore dhe të shpresës për një fillim të ri.